2 fëmijë kanë humbur jetën deri më tani në Teksas si pasojë e shpërthimit të sëmundjes së fruthit, i cili kohët e fundit ka pasur një përhapje në disa shtete amerikane. Sekretari amerikan i shëndetësisë Robert F. Kennedy Jr., i cili njihet për deklaratat e tij kundër vaksinave, theksoi të dielën se vaksinat në fakt janë mbrojtja më e mirë kundër fruthit. Mënyra më efektive për të parandaluar përhapjen e fruthit është vaksina kundër fruthit, shtytave dhe rubeolës, shkroi Kennedy në rrjetin social X. Kennedy deklaroi se aktualisht janë 642 raste të konfirmuara me fruth, 499 prej tyre vetëm në Teksas. Ai shtoi se ekipe nga qendra për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve janë dërguar në Teksas me kërkesë të guvernatorit Greg Abbott. Zyrtar shëndetësor në Teksas thanë se fëmia i dytë që humbi jetën është një vajzë 8 vjeçare pa vaksinuar, e cila nuk kishte sëmundje të tjera. Ajo humbi jetën më 3 prill në spital nga dështimi frymarrjes i shkaktuar nga fruthi, thanë zyrtarët mjekësor. Një fëmijë tjetër në Teksas humbi jetën më herët pas përhapjes së fruthit, që nisi në fund të janarit në këtë shtet. Fruthi ishte shpallur i eliminuar në Shtetet e Bashkuara nga viti 2000, por për raste të rralla me këtë sëmundje janë fajsuar udhëtarët nga vende të tjera.